Toklan. Përballë do kemi një kontare që ka një gjatësi të lojtarëve goxha konsiderueshme. Si e shikon këtë provë tënden, do kesh goditje nga Erzone, po edhe nga ato dy luftimet brenda zonës, si mund ta përballosh? Nuk e shikoj vetëm personalisht, është pjesë gjithë e grupit të punoj mirë, se dim shumë mirë që është një ekip me shumë kualitet dhe eksperiencë. Ka luajtur në kompeticionet të fundit, ishim në grup, edhe ka pas ka luajtur edhe mirë, po edhe ne kemi kualitet, di që mund ja përballojmë mirë kundër Serbisë, edhe jemi gati për atë ndeshje. Strakosha, personaliteti Elvis Regja Supersport. Si po e përjeton grupi këtë ndeshje, duke qenë që nuk është në përjetimin e saj nuk është si gjithë ndeshjet e tjera, duke patur parasysh përballë dhe emrin e kundërshtarit. Si është atmosfera në grup, a ka karikim ekstra? Deri tani po shikoj gjitha çunat janë të përgatitur mirë, janë me emocionet si çdo ndeshje që kemi luajtur. E di që është diçka për tifozat, diçka më shumë, por ne vedim që ja vlen vetëm 3 pikë, jo më shumë. Edhe duhet të përballojmë mirë ndeshje dhe të bëjmë edhe tifozat tonë të lumtur dhe të gëzojmë bashkë. Përshëndetje, Sabina Metere të Shesport. Strakosha është folur kaq shumë për këtë ndeshje, besoj dhe ju keni dëgjuar dhe keni lexuar dhe duket sikur më shumë i është dhënë nuanca jashtë fushës sportive sesa brenda saj. Çfarë keni menduar ju eksaktësisht për të bërë për ta fituar këtë sfidë kaq shumë të rëndësishme për ne? Nuk është sfidë si gjithë të tjera dhe këtë kemi stërthënë tashmë. Po, tifozët kanë treguar që nuk është një ndeshje siç kemi luajtur deri tani. Po, neve shikojmë nga ana sportive, ja vlen, siç thash, vetëm 3 pikë, nuk ja vlen më shumë pikë ajo ndeshje. Neve duhet të tregojmë që duhet e meritojmë një botror, edhe shtuna është ndeshja më e rëndësishme që kemi tani, për të vazhduar ëndrrën tonë, që është botrori. Prandaj neve e kemi përgatitur shumë mirë deri tani. Çunat janë pozitiv, edhe besoj mundi ja dalim. Kristi Cellari, Panorama Sport. Thomas, Serbia njihet për forcën në duelet ajrore. Si portier, cilat janë ato pika kyçe ku duhet të mbështetesh për të shmangur atë rrezikun që mund të vijë nga krosimet apo nga goditjet standard? Di që në goditjet standard janë shumë të mirë, krosojnë mirë zonën, po më rëndësishkat jemi gjithë të përqendruar, mos të vijë topin deri atje, edhe besoj kemi treguar edhe me kundërshtarët akoma më të vështirë që kemi grupun për të përballur, edhe kemi mbrojtur kundër Spanjës, Kroacisë edhe Italisë shumë mirë. E dim gabimet tona edhe të provojmë mos ta bëjmë. Jurgen Zela, Supersport. Thomas, duke qenë se njihni një pjesë lojtarëve të kundërshtarëve që do të kemi përballë, keni luajtur në Itali përballë tyre, ku ti druani më tepër? Keni një emër që ndoshta i keni thënë dhe shokët skuadrës që ta kenë më shumë kujdes se ç'duhet, të jetë që Serbia ka goxha lojtarë me kualitet. Faleminderit. Në një lojtar veç besoj jo, si ekip e dim që janë kundërshtuar edhe goditjet standarde janë shumë të mirë. Prandaj neve do e kemi përgatitur ndeshje si ekip, jo individualisht. Thomas, a ke ti një thirrje për tifozët shqiptar, se ti e the që ne do përpiqemi që të jetë një ndeshje si gjithë tjerat, po edhe pavarësisht se çfarë flasim këtu apo gjithandej të gjithë e dim që nuk do të jetë, s'është një ndeshje si gjithë tjerat, domethënë është derbi i nxehtë i Ballkanit që i kalon dhe a keti një thirrje për tifozët shqiptar në kjo konferencë? Një thirrje të veçantë jo, se është një ndeshje futbollit, pastaj çka ka ndodhur jashtë është tjetër gjë. Tifozët kuqezi dhe çdo shqiptar ka ardhur në stadium, na kanë mbështetur nga Andorra, nga Serbia edhe nga Angli. Është njësoj për gjithë. Besoj mbështetje do i kemi në maksimum që kemi pas gjithmonë. Thirrje të veçantë s'kam. Vetëm mund të them që kam respekt për çdo tifoz shqiptar, se kanë mbështetur nga fundi i botës deri në Shqipëri. Enrico Gaba, Euronews Albania. Strakosha, që nga grumbullimi i fundit keni luajtur vetëm një ndeshje me skuadrën tuaj, nëse s'gaboj një 90 minutash. Sa gati e shihni veten për këtë përballje që do të jetë edhe më decisive, nga ato që keni humbur me skuadrën tuaj? Faleminderit. Në karrierën time kam pas edhe momente që nuk kam luajtur pak a shumë një vit. Nuk besoj që është problem, gjithmonë jam i përqendruar, gjithmonë shtervitem gjithmonë. Tani është më shumë nga ana përqendrimit kur arrin një moshë siç jam tani, prandaj ndjem gati dhe jam mirë. Thomas, përshëndetje, Ernest Koçin nga Report Televizion. Sa të vështirë konsideron faktin për të përqendruar vetëm te fusha në një kohë kur gjatë gjithë javës flitet edhe për aspekte tjera dhe
po flitet shumë që do të jetë ndeshje vendimtare për vendin e dytë. Ju e shikonin këtë lloj mënyre? Neve jemi profesionist edhe përqendrohemi për çdo ndeshje siç duhet, se po nuk fitojmë edhe me Andorra, nuk ke 3 pikë. Do jetë një ndeshje e rëndësishme por jo që do vendos kush do të jetë grupi, kush do kaluar në vendin e dytë ose i tretë. Prandaj duhet të shikojmë si një ndeshje të vështirë, që do të jap maksimumin, po nuk do mbaroj asnjë gjë tani. Kjo është pyetja e fundit për Tomin, tani kalojmë tek pyetjet për arbrin.